të tij. Takohemi në një moment kur Europa po rimendon për parësitë e veta. Zgjerimi është kthyer në qendër të debatit evropian, ndërkohë që zinxhirët e furnizimit po rikonceptohen dhe lufta është kthyer në kontinentin ton. Në këtë mjedis, infrastruktura nuk është më asnjë se rrugët, hekurudat, portet dhe lidhjet energjetike janë pasuri strategjike. Korridori 8 nuk është vetëm aksi i vërtet lindje perëndim në Europën juglindore, lidh detin Adriatik dhe detin e Zi përmes vendeve tona që janë gjithë anëtarët NATO-s dhe i jep një dimension të dytë mjaft praktik. Pra nuk është vetëm thjesht një projekt ekonomike integrimi, por është po kështu edhe një korridor ndër veprueshmërie. Lejon forcat, pajisjet e mjetet, aleatet e lëvizin më shpejt, në mënyrë më parashikueshme në mbar rajonin, duke forcuar arkitekturën e sigurisë së bregut jugor të aleancës. Vetëm pak ditë më parë, në Ministerialin e Mbrojtjes së NATO-s, rëndësia strategjike e lëvizshmërisë ushtarake në pjesën jugore e lindore u rikonfirmua duke siguruar e mundësuar përparësi e ecje përpara në korridorin e 8. Në këtë kuptim, korridori 8 kontribuon jo vetëm për tregtinë arritjen, por gjithashtu edhe për mbrojtjen kolektive, qëndresën e stabilitetin në hapësirën e detit të Zi dhe mesdhetare. Po letim të hapur me njëri tjetrin. Sfida sot nuk është më ideja e korridorit të 8. Të gjithë në këtë sallë pihen dakord për rëndësinë e tij e që duhet bëjmë pjesën tonë. Sfida reale është statusi i tij brenda rrjetit transportit evropian. Për aq kohë sa pjesë kyçe të korridorit të 8 mbeten jashtë rrjetit TEN-T, atëherë korridori nuk mund të tërheqë shkallën e financimit dhe përparësisë politike që meriton. Mbetet strategjikisht i rëndësishëm, por financiarisht dytësor. Jap se hapi tjetër duhet jetë i qartë. Korridori 8 duhet të njihet si pjesë e brendshme e rrjetit thelbësor apo atij të shtrirë të zgjeruar TEN-T dhe ky vendim do të shkyshte financimet duke sinkronizuar investimet dhe ta kthente këtë korridor në përparësi europiane të mirëfillt. Nuk ka të bëjë me trajtim të veçantë, por ka të bëjë me një logjikë strategjike. Europa nuk mund të flasë për rezistencë, zgjerim e autonomi strategjike nëse lë jashtë aksin lindje perëndim të pjesës jugore. Gjatë viteve të shkuara kemi ndërtuar vërtet një moment real politik nga brindësin 2023 tek angazhimet për lëvizshmërinë ushtarake në Washington 2024, në Bruksel në dhjetor 2025 dhe tani në Tiranë që po ecim hap pas hap me deklaratën për zbatimin. Për faza tjetër duhet të jetë më praktike. Na duhen afate të sinkronizuara mes vendeve, na duhet standarde të ndërveprueshmërisë teknike, gjithashtu edhe procedura më të shpejta. Na duhen po kështu edhe koordinim të financimit nga instrumentet financiare europiane dhe institucionet financiare ndërkombëtare, sepse korridori është po aq i fortë sa segmenti i vet më i ngadalt dhe kryqëzimi i vet më i bllokuar. Në fakt, korridori i 8 është po kështu diçka që e sjell më pranë Ballkanin Perëndimor me Bashkimin Evropian, shkurton distancat, ul kostot, lidh bizneset, punonjësit e tregjet dhe e kthen gjeografinë në mundësi. Për rajonin tonë nuk është vetëm projekt transporti, është një deklaratë politike që thotë se deti Adriatik e i Zi nuk janë skajet e Europës, janë portat e Europës. Të dashur koleg miq, për 3 dekada korridori i 8 ishte një premtim në letër. Sot, gjithmonë më tepër, po shndrohet në burim projektesh reale. Nesër duhet të shndrohet në një arterie funksionale europiane. Shqipëria po bën pjesën e saj, të gjithë ne po ecim përpara dhe po bëjmë pjesën tonë, ndërkohë që Europa tashmë duhet të hedhë hapin e fundit strategjik, sepse një kontinent pa lidhjen e vet lindje perëndim është ende një kontinent i paplot.